Njerëzit e dinë shumë mirë, të sprovojnë mëkate, e dinë se çdo mëkat është pranguese me mëkatin. Bërja e mëkatit nuk e lehtëson pendimin, e vështirëson pendimin. Sa njerëz për shembull e dinë që duhet më u kthy, e dinë më po sa punë ku mbotash ku më kthyena. Thjesht e ka rënduar mëkati, e ka prangosur, tashmë është bërë rrethon vështirësuese, jo lehtësuese mëkatimi që ka bërë deri më tani. Nuk është thjesht lehtë. Apo që në tubim të burrave dikon që burra unë filan ne ty të fula keq për po keq e ka pas. Është një lloj ulje vetë për ta ngritur dikën, nuk është lehtë me avokat. Prandaj shumë më lehtë është më unon nga përgojimi, se që tashmë me e detyru vetën që me fol për dikën që ndoshta edhe nuk i bën në soç që mirë. Por ta shpërlau vetën duhesh me e lavdu për me balancuar raportin. E ke ul, ta dush pak me ngrit për me bëni balancim të qëndrimit në parti. Nuk është kjo punë lehtë. Prandaj shumë më e lehtë është më pa përgoju. Për këtë arsye kanë dietarët, shumë më e lehtë është, dhe kjo është dikush thotë, ja unë provoja këtë kimë pa që shumë më e lehtë është braktisja e mëkatit sesa pendimi nga mëkati. Mund të jetë pak vështirë me lënë mëkatin njëri në fillim. Mirë, po malet është me e lënë se me mëkatu pastaj u pendu. Pendimi nuk është fazë e lehtë. Si proces është i lehtë. Si proces është i lehtë kur do njëri me e kry. Për shembull, unë jam pendu tek Allah po më vjen keq, i kryej ato punë si proces. Por kyçja në këtë proces. Do të thotë kur ti vendosi se bën më kurr, nëse e din se i lidh me këtë mëkat, dhe sa gjëra do të rënohen tashmë me braktisjen e mëkatit, vështirësohet mëkatimi, nuk është i lehtë kjo vëlla. Për shembull me përgojimin e filonit shpesh ata të zhdon vënë meritum ndaj. Se ti din diçka, ti po zbulon diçka, ti po din. Dhe tashmë për shembull kur vjen dhe thua, unë kisha gabuar për një Allah. Po më vjen keq se duhet më lipet një halal, se shkon njerëz thotë. Dhe kjo tashmë zbe pozitën e njerëzve të di. Dhe tashmë të çet në karrikën e fajtorit, madje edhe të një mëkatarit, madje të një njeri të pandershëm, që pas ke marrë një qaf, pa besueshëm. Kjo nuk është lehtë, shumë më lehtë është mos me përgoju, sesa me i pranu të gjitha këto pasojë për vetën tënde. Ne do të them që njerëzit nuk kanë lehtë me bërë, lehtë thuat, mirë, do të unë folë mirë për ta dhe e kry. Por din që shpesh herë të komplikohet aq shumë sa që komplikimi vështirëson pendimin. Vështirëson pendimin dhe njeriu bashkëjeton me mëkatin deri në vdekje. Nga vështirësia e pendimit. Jo që është pendimi thash si proces i vështirë, por ai ka problem me u kyç në këtë proces. Vështirë ka.